Pikëllimet, brengat janë prej pengesave që njeriu ndesh në rrugën e tij drejt Allahut lartësuar. Dhe për këtë arsye Allahu i lartësuar nuk ka urdhëruar asnjëherë që pikëllimi të jetë zakoni besimtarit. Se ka keqkuptime të cilat njerëzit i jetojnë dhe mendojnë se sa më i pikëlluar njeriu, aq më i mirë në sytë e njerëzve. Sa më shumë të ankohet, aq më i mirë është. Por Allahu i lartësuar nuk ka urdhëruar për pikëllim. Nuk ka urdhëruar për mërzi. Madje përkundrazi, Allahu i lartësuar nxit që ne kur të mos dobësohemi dhe të mos ligështohemi. Thot Allahu i lartësuar: "Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Mos u dobësoni, mos u pikëlloni, pra kundrejt çfarëdo sprove dhe kundrejt kujdo armiku me cilin përballani. Ju mos u dobësoni, mos u pikëlloni, sepse ju do të jeni më të lartët nëse jeni besimtar. Pra çdo lloj sprove e kësaj bote duhet që besimtari ta përballojë atë dhe të mos e lërë veten e tij të bie rob i stresit, i pikëllimit, i brengave edhe pastaj të dorëzohet para tyre.